Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Mbledhja e radhës e Këshillit Bashkiak u shoqërua me debate për punimet e dobta tek përroji i qytetit dhe për përdorimin e fondit rezerv për klubin e futbollit Lushnja. Në mbledhjen e radhës të Këshillit Bashkiak u miratuan disa vendime të rëndësishme për qytetarët, si ndihma ekonomike për njerëzit në nevojë apo bonuset e qiras, privatizimet e disa banesave. Dy pikat që u debatuan ishin e para vendimi për emërtimin e rrugës Kongresi Arsimor Lushnjë në lagjen Çlirimi që u miratua. Kërkesa për emërtimin e rrugës së re, që është pranë përrojit pas drejtorisë së policisë, ka ardhur nga drejtori i Muzeut Historik Niko Ferro. Gjatë shqyrtimit të kësaj kërkese, që u vlerësua nga këshilltarët e opozitës dhe pozitës si iniciativë pozitive për datat dhe ngjarjet historike, kryetari i grupit të opozitës Klement Shela u ndal tek problemet shqetësuese që sjell përroj për qytetarët me investimin madhështor, por me punime të dobta. Te 3D-ja nuk ishte as i tub të ujrave të zeza, s'më rezultonte. Vetëm e Nikon tani të shikoj se si derdhen në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Lere pastaj mirëmbajtjen që duhet kryer bashkia, sepse realisht është një investim rishtazi së fundmi, realisht e pritëm me shumë dashamirësi, patjetër që duhej dhe një fytyrë tjetër atij projekt, por ama më rezulton vetëm një kantier ndërtimi që thjesht pastroi ca ferra, u shtru dhe një rrugë dhe kaq. Asnjë gjë nga ajo çka u premtua. Kryetaria e Bashkisë Eriselda Sefa e pranoi këtë fakt dhe deklaroi që nuk e ka marrë në dorëzim për shkak të punimeve të dobta për rrojën që vazhdon të rrjedh mes qytetit, duke përhapur sëmundje erë të keqe dhe duke prishur anën estetike të tij. Për shkak të cilësisë jo të duhur të punimeve që janë bërë atje, nga ana e institucionit të bashkisë, nuk janë marrë në dorëzim investimi, i është bërë dhe një analizë laboratorike me Institutin e Ndërtimit, i cili është institucioni kompetent për të parë cilësinë e betonit, asfaltit e gjithë elementeve të tjerë, i është përgatitur një raport dhe shkresë zyrtare Fondit Shqiptar të Zhvillimit me të gjitha arsyetimet pse institucioni i bashkisë nuk i pranon punimet e këtij objekti dhe që kemi kërkuar të rifillojnë dhe njëherë të bëhet sistemimi i projit ashtu siç është quar në projektin që ka aplikuar Bashkia Lushnjë. Pika tjetër ishte vendimi për përdorimin e fondit rezerv për mbulimin e shpenzimeve për klubin e futbollit Lushnjë. Shtesa në fond 5 milion lekë të reja nuk u miratua nga mungesa e këshilltarëve të Partisë Socialiste, ndërkohë që edhe opozita kishte mungesë të numrit të këshilltarëve, por ata ishin kundër këtij vendimi, siç argumenton kryetari i grupit të djathtë Çela. Në këtë situatë që jemi, ekipi i futbollit nuk meriton të marrë dhe të heqë lekë nga taksat e qytetarëve që mund të shkojnë për shërbim qytetarëve dhe të kemi këto rezultate. Sepse unë sfundi kam parë që një ekip të pa impenjuar totalisht. Vetë më korrigjoj kush është specialist i fushës, por unë kam parë një katraur. Përsa i përket anës sportive, aq sa shikoj unë si sport dashës. Unë mendoj se aty problemi është më shumë se sa trajneri. Aty është çështje impenjimi, çështje keq menaxhimi, çështje mungesë serioziteti, çështje pa dëshire. Unë mendoj se ata njerëz futbollista në rastin konkret, që nga drejtuesit dhe deri tek futbollistët, nuk e meritojnë përfaqësojnë atë fanellë. Ashtu siç e përmendët ju, të njëjtën gjë i kam thënë dhe unë disa ditë më parë, duke i thënë që nëse deri tani kemi vazhduar duke penalizuar vetëm trajnerët, tani do të fillojmë të penalizojmë ekonomikisht dhe futbollistët, sepse vazhdojnë me teorinë që s'ka gjë se po pati problem ekipi, ikën trajneri, vjen një trajner tjetër, ndërkohë që ata të vazhdojnë ta marrin rrogën siç kanë qenë. Dhe stafi teknik i kanë kërkuar që të fillojnë të marrin masa me penalitete financiare ndaj futbollistëve, të cilët nuk shfaqin performancën dhe dëshirën për të qenë pjesë e klubit. Në fillim kampionati ne kemi pasur shumë dëmtime. Rëndësishme madje. Dhe ju siguroj që kjo situatë do ndryshojë shumë shpejt. I keni tabelat e urandës si që ka dhe kryetarja për gjithë shpenzime që keni pasur. I gjithë fondi, po thuaj se i gjithë fondi ka shkuar vetëm për pagat e tyre për të ngritur nivelin e ekipit. Nuk shkon ajo 500 milion lekë, 50 milion lekë reja që është ditë vetëm për ekipin e parë. Janë dhe gjithë struktura mbështetjen brapa, punonësit, mirëmbajtje, transporti, ushqimi, hoteleria e shumë gjëra tjera. Do të thotë që ekipi nuk i harxhon ato lekë gjitha. Megjithatë,
si ta mendoni ju, unë nëse doni t'ju jap një statistikë në të dhënë, pak për akademi që ndjek vetë personalisht, sepse ekipi parë ka një staf tjetër mbështetës që është trajneri, trajneri, shefi klubit dhe tjetër, por Akademia e Futbollit, ju e klubi Trushë sot është një nga akademitë më të mira në rang Shqipërie, po të them po ju them që është një akademi që ka të fituar më shumë trofë nga vjet dhe si vjet. Është një akademi që përfaqësohet me dinjitet në çdo kategori ku luan. Në mbledhjen e Këshillit Bashkiak u diskutua jashtë rendit të ditës kërkesa e këshilltarëve të opozitës që kërkuan tërheqjen e titullit qytetar nderi për Gjergj Velon. Në fund të mbledhjes së Këshillit Bashkiak jashtë rendit të ditës, këshilltarët e opozitës kërkuan tërheqjen e titullit qytetar nderi dhënë kryetarit të ekzekutivit Lushnjë në vitet 1975-1989 Gjergj Velos dhe distancimin e bashkisë Lushnjë nga ky veprim. Kujtojmë që në ditën e shlirimit të Lushnjës, bashkia i dha titullin qytetar nderi Dr. Gjergj Velos, gjë që solli një reagim të fortë të një pjese të shoqërisë civile në Lushnjë dhe jo vetëm, për shkak se Dr. Velo, funksionari i pushtetit komunist, kishte firmosur internimin e shumë qytetarëve lushnjar. 29 shtator kemi marrë një vendim për dhënien e titullit qytetar nderi për ish kryetarin e komitetit ekzekutiv Gjergj Velo. Për të qenë sinqert, edhe nga pjesa jonë është marrë pak me neglizhencë kjo gjë, edhe pse jo unë personalisht. Por nga ana tjetër, shumë të dhëna dhe materiale dolën pas dhënies dhe pas miratimit të këtij vendimi. Dhe janë faktohen dhe shikohen, ndoshta ju, bashkia, këshilli, mund të justifikohet me faktin se kemi pasi shkresë dhe me të drejtë kemi pasi shkresë në autoritetit dosjeve, ku aty e citonte që zotnia nuk ka qenë antar i komisionit internim dëbimit në qendër. Por kjo nuk e zhbënte faktin, që më mbrapa e njohur, që ishte kryetari i komisionit të internim dëbimeve këtu, sepse sipas një dekreti dalë asaj kohe e mandatonte drejt për drejt kryetarin e komitetit ekzekutiv si kryetar të komisionit të internim dëbimeve. Që mos zgjatem sepse çdo këshilltar e ka përpara këtë material, do doja që të ndiqen të gjitha hapat e mundshme patjetër ligjore, në mënyrë që jo vetëm ne, por kushdo nga ky këshill të dalë faqe bardhë, le të themi, të tërhiqet ky si titull, sepse na nderon jo vetëm ne, por na ndal edhe një precedent në të ardhmen. Nuk mundet kurse që asnjëri prej nesh bëhet palë dhe të mbështesë ish figura të sistemit diktatorial. Dhe jo vetëm që s'duhet ta dekorojmë, por ama duhet edhe t'i dënojmë nëse është e mundur. Dhe fundit fare, gjitha ato reagime do prisja dhe duke vënë veten pozitiv, prisja që vetë zotnia dilte dhe thoshte Orbana merrin këtë se unë kam qenë pjesë. Nuk e bën një gjë të tillë, hajde ta bëjmë ne, të nderojmë këtë përballje që është bërë këtij Këshilli Bashkiak, të nderojmë veten tonë dhe të ndalim këto precedent. Unë personalisht, ky është mendimi personal i im, jam dakord me atë motivacionin për urbanizimin e qytetit, në ato vite se kam qenë prezant, e kam arritur atë. Por duke parë materialet shtesë në të publikuara në Facebook, dhe ato që pa lexova dje, unë distancohem nga ky veprim publikisht. 130 familje të internuara nga dora e tij. Unë distancohem personalisht vetë. Ju lutem mos e politizoni këtë punë. Mbyllen aktivitetet për Tetorin Roz, muaj ndërgjegjësues për luftën kundër kancerit të gjirit nga Bashkia e Lushnjës. Aktivitetet për Tetorin Roz, muaj ndërgjegjësues për luftën kundër kancerit të gjirit, u mbyllën dje me takimin e fundit të punojësve të shëndetit publik me qytetarët ku mori pjesë dhe kryetaria e bashkisë Riselda Sefa tek Muzeu Historik. Mesazhe për kujdesin, kontrollin për ruajtjen e jetës të vajzave dhe grave u shpërndan nga të pranishmit. Ne nuk duhet të ndalemi vetëm me Tetorin për të bërë këto sesione informuese, por çdo muaj duhet të jetë një thirrje për të gjitha ato gra, nëna, por që sipas studimeve ka filluar të jetë edhe tek meshkujt që
Duhet të vetë kontrollohemi, por patjetër edhe të marrim konsulencën e nevojshme tek mjeku. Muaji tetor është një muaj të cilën ne e bëjmë për të kujtuar të gjitha ato gra, nëna dhe motra, të cilat nuk ndodhen pranë nesh. Është për t'i dhënë forcë dhe guxim të gjitha atyre grave të cilat janë të diagnostikuara dhe sot trajtohen nga kjo sëmundje. Muaji tetor na kujton rëndësinë e ndërgjegjësimit dhe parandalimit të kancerit të gjirit. Ky është një moment për të theksuar se kontrolli i rregullt dhe kujdesi ndaj shëndetit janë çelësi për zbulimin e hershëm dhe shpëtimin e jetëve. Le të jemi të gjithë një zë i ndërgjegjshëm, mbështetës dhe i shpresës për të gjitha gratë që përballen me këtë sëmundje. Shëndeti është forcë, ta mbrojmë me kujdes dhe me dashuri. Shumë gra pas diagnostikimit ose pas ndërhyrjes përballen me shumë frikra, me shumë pasiguri, përballen dhe me faktin që nuk pranoj dot ndryshime që ndodh me trupin. Prandaj dhe këshillimi dhe mbështetja psikosociale është kaq e rëndësishme si çdo terapi tjetër në këto momente. Mesazhi që dua të përcjell sot është që për çdo grua që kalon këtë rrugëtim është që asnjëherë nuk jeni vetëm. Plagët shërohen, trupi ndryshon, por forca dhe feminiteti një gruaje nuk matet kurrë vetëm me një pjesë të trupit. Zonja Arefie Muço tregon rrugtimin e saj me sëmundjen e kancerit të gjirit të cilin e ka mundur dhe jep mesazhin për gratë dhe vajzat që të ruajnë veten e tyre. Është shumë e vështirë, sidomos kur mbarova kimion, që më ranë dhe thonjt, nuk po kisha fuqi që të merja një kokër mollë, ta mbaja në dorë. O Zot, thash, deri këtu. Fillova, mbas kimiove duhet bëja 45 seanca rreze, radioterapi. Mendoni të shkosh ditë për ditë në Tiranë, ditë për ditë. Një njeri që duhet ty të çojë, një njeri që do presi, sidomos kur ishin kimiot 6 orë, bile 2 kimio i kam bërë në karrike 6 orë. Por deshi Zoti, ja hodha, luftova dhe jam këtu. Kam dyshime të gjokësi tjetër dhe them se o Zot, mi e pjetë, jo sepse do ikja unë edhe u prish dynjaja, po sepse kjo sëmundje pos të treti, kjo nuk të merë. Sa do që mendjen t'je ke top, kjo është shumë, tash, e kushtueshme, e lodhshme, edhe e dhimbshme. Ju këshilloj të gjithave, një për një, shikoni veten tuaj. Aktiviteti u shoqërua me këngë nga vajzat e Qendrës së Kulturës së Fëmijëve dhe në fund u mbyll me një kërcim aerobik. Ish-kryetari i Bashkisë Tiranë, Erion Veliaj, kundërshtoi shkarkimin nga detyra dhe kërkoi rikthimin në detyrë para gjykatës kushtetuese. Prita 9 muaj për këto 9 minuta, u rrëmbeva nga zyra dhe u mbylla si vrasës serial, tha ai. Gjykata kushtetuese shqyrtoi sot kërkesën e ish-kryebashkiakut të Tiranës për shfuqizimin e vendimit të qeverisë për shkarkimin e tij nga detyra. Seanca ka nisur në orën 10, teksa i pranishëm është dhe ish-kryebashkiaku i Tiranës, Erion Veliaj. Në seancë u shqyrtua dhe dekreti i presidentit Begaj për zgjedhjet në Tiranë, dekreti pezulluar pak javë më parë nga kushtetuesja. Në fjalën e tij, Erion Veliaj tha se u shkarkua se nuk u paraqit në punë, ndërsa shtoi se fyerja më e rëndë erdhi nga bashkëpunëtorët e mi. Ai u ndal dhe te shoqërimi i tij në gjykatë dhe te forcat e shtuara në perimetrin e kushtetueses, duke thënë se ka më shumë polic sot këtu se sa kam avokat. Veliaj vazhdoi me paraqitjen e argumentave kundër vendimit që e ka cilësuar të padrejtë. Bindja ime se drejtësia duhet burojë nga kushtetuta dhe jo nga protagonizmi politik, apo etja për karrierë mbi kurrizë të lirive themelore të qytetarëve, është një bindje e palëkundur. Ato çfarë kushtetuta i mbron, shpresoj që në këtë sallë të thuhen me zë të lartë, të arsyetohen nga ju të nderuar dhe të dëgjohen nga çdo shqiptar që ende beson se ligji duhet të mbrojë, jo të sulmojë pabesisht. Të nderuar gjyqtar gjykatës kushtetuese. Në këtë seancë nuk po shqyrtohet një vend pune. Kjo është një seancë historike besoj, që shqyrton vetë demokracinë, shëndetin e demokracisë shqiptare, themelet mbi të cilat qëndron shteti ynë, Republika jonë. Që nga dita kur miratuam Kushtetutën e Republikës Shqipërisë dhe pranuam demokracinë si vlerën më të lartë të ushtrimit të pushtetit nga suvrani, nga populli pra, nuk isha se si të më thyenin më rënd se kaq. Domethënë ka qenë fyerja më e rëndë e jetësimit publik dhe këtë thot dikush që ka dëgjuar fyerje dhe legjenda urbane dhe fantazi pafund. Po kjo është fyerja më e rëndë sepse erdhi nga bashkëpunëtorët e mi.
nga njerëz që më njohin më mirë se kushdo tjetër dhe që nuk denjuan as të më ftonin, as të më njoftonin, as të më dëgjonin. Zoti i falt. Lutem çdo natë për ta dhe them Zot fali se nuk din ç'kam bërë me atë vendim. Kjo akuzë nuk më lëndon për fjalën dhe shkresat e shkreta që ka prodhuar, por për padrejtësinë që ajo përfaqëson. Siç thot shpreha, two wrongs don't make a right. Dy padrejtësi nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Pra, padrejtësia e shkarkimit mbi padrejtësinë e ndalimit dhe të shoqërimit nuk e bën vendin më drejt, prandaj kemi përfunduar në gjykatë kushtetuese sepse padrejtësi mbas padrejtësia nuk prodhua më shumë drejtësi. Sepse të thuash, citoj, Erion Velia e ka munguar në detyrë, nuk është thjesht cinizëm me këtë tipin që quhet Erion Velia, por është një cinizëm me atë që është e vërteta, çfarë ka ndodhur në këtë vend dhe në këtë qytet, dhe në fakt është një cinizëm me ligjin, me kushtetutën. Mbi të gjitha e thënë nga ata që kanë qenë dëshmitar të rrëmbimit tim nga zyra pas një akuzë, ngjan si një mesazh pasigurie për çdo që nesër mund të shënjestrohet për arsye politike. Ngjan si një mesazh se në këtë vend sundon dëshira dhe vullneti politik, po jo ligji. Skema e naftës pa taksa për bujqësinë shpërndan 6.5 milion euro për 32.000 fermer. 32.627 fermer në të gjithë Shqipërinë kanë marrë deri tani fondet në llogaritë e tyre bankare me një vlerë totale prej 634 milion lekësh, ose rreth 6.5 milion euro nga skema e mbështetjes me naftë pa taksa për bujqësinë. Skema parashikon 50% të mbështetjes për çdo hektar të mbjellë për fermerët që zotërojnë mbi 10 hektar tokë. Grupimet e bashkimit të fermerëve përfitojnë të parët, ku secili antar i grupimit merr masën e financimit në një llogari të veçantë në nivelin maksimal 100%. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural, interesi i fermerëve për këtë skemë ka qenë mjaft i lartë. Në platformën e-Albania janë regjistruar 69.917 aplikime nga fermerë dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor, të cilët kërkojnë të përfitojnë nga fondet e skemës kombëtare të mbështetjes 2025. Pjesa më e madhe e aplikimeve, rreth 52.837, i përket skemës së mbështetjes me naftë pa taksa, gjë që ka si synim të ulë kostot e punimeve bujqësore dhe të nxjisë prodhimin vendas. Përmes skemës kombëtare të mbështetjes 2025, qeveria synon të rrisë rendimentin e prodhimit bujqësor, të fuqizojë produktet Made in Albania dhe të garantojë zhvillim të qëndrueshëm rural duke forcuar më tej konkurrueshmërinë e sektorit. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.